Përshëndetje miq të respektuar. Përgjatë shpjegimit të temës së sotme, në këtë video nga unë do të dëgjoni ndonjëherë edhe ndonjë fjali bombastike, fjali që kumbon shumë, fjali këto të cilat në fakt nuk janë pjesë e zakonshme e vokabularit tim, teksa I shpjegoj problemet në politika ndërkombëtare, qofshin edhe këto probleme ndër më të ndërlikuarit. Kur nuk kam dashur e as më ka pëlqyer që temën ta bëj interesante me fjali bombastike. Përkundrezi, jam munduar që ato tema ti pasuroj dhe fisnikroj me argumente përkatëse dhe me fakte përkatëse të prekshme, në mënyrë që argumenti dhe fakti të jetë baza mbi të cilën unë e shpjegoj një çështje. Asnjëherë nuk më pëlqejnë njerëzit të cilët, pa marrë parasysh se çfarë teme shpjegojnë, për ta bërë sa më interesante, përdorin terminologji të atilla që tema si temë të bie në hijen e termeve bombastike, ku termi bombastik të jetë ai që mbahet mend dhe jo fakti dhe argumenti. Pse sot në këtë temë do të detyrohem të përdori fjali edhe bombastike? Sepse problemin që do të ndaj këto me ju është I atill I cili nuk ndodh ose nuk haset shpesh në histori. Tazëm, ndër ato fjali që I apostrofova në fillim, është edhe kjo që po e citoj tani. E them një gjë me përgjegjësinë më të madhe, se është koha e fundit, momenti I fundit të shpëtohet Amerika nga rënja e tërësishme nga drasat e historisë. Amerika sot është duke u ballafaquar me sfidën më të madhe, më e madhe se sa pjesëmarrja e shëbave në luftën e parë botërore dhe në luftën e dytë botërore. Amerika sot është duke u ballafaquar me një kundërshtar, me një konkurent, me një armik, qoftë edhe vetëm në rrafshin ekonomik, por shumë më I rrezikshëm se të tjerët para kësaj radhe. Është duke u ballafaquar me gigantin e quajtur Kinë. Krejt problemet që ndodhin sot në politikat ndërkombëtare, në ekonomitë ndërkombëtare, ndërlidhen në një mënyrë apo tjetër me Kinën. Kina sot është bërë problemi kryesor fillimisht I Shteteve të Bashkuara të Amerikës e më pastaj edhe I gjithë botës perëndimore. Sepse Kina e ka rrethuar shëban nga të gjitha anët, ja ka vënë lakun në fyt, më lejoni ta përdor edhe këtë fjalë bombastike, dhe po mundohet që ta ngulfas shëban deri në alivanosje përfundimtare. Prandaj sot shëba ose do të mundohen të gjejnë mundësi për t'i kaluar këto labirinthe, për ta shpërthyer këtë tunel të errët në të cilën e kanë fut apo është futur vetvetio, ose do të detyrohet që të përfundoj së ekzistuari si fuqi globale dhe të kthehet në rastin më të lehtë në nivelin ku ka rënë Evropa. Në çfarë niveli është Evropa? Në atë nivel që nuk e ka më fuqin të bëjë gjë as në Siri e leje më në ndonjë gjeografi apo problem më të ndërlikuar se Siria. Për te I kësaj, më lejoni që të përmendja edhe diçka cilën nga tradita jeme intelektuale ndjej për borç që të përmendi her pas here. Kur'anin. Kur'ani nuk e ndalon pasurimin.
për kundrazi i nxit njerëzit që të jenë sa më të pasur, sa më të fuqishëm dhe sa më ndikus natyrisht në punë të hajrit, në shoqëri dhe në të gjithë njerëzit. Mirë po, Islami si një sistem jete, si një rend shoqëror, e ndalon rreptësisht pasurimin në mënyrë të jashtëligjshme e sidomos harxhimin e tepërt. Njerëzit të cilët harxhojnë tepër, Kurani i quan musrifun, harxhues të tepërt, ndaj të cilëve Islami e përdor një gjuhë tepër kritike dhe përdor fjalë tepër të rënda, deri edhe në djegje në zjarmin e xhehenemit. Në Amerikë sot, jeta luksoze e përshkuar me harxhime enorme është bërë përditshmëri në shoqërinë amerikane. Dhe jo vetëm në shoqërinë amerikane, në sistemin global të cilën e udhëheq civilizimi perëndimor, edhe në Japoni ndoshta, e sidomos në vendet arabe të pasura me naftë, të cilat vende për fat të keq dhe për mëkatin e tyre që do t'i dënon Allahu në mënyrat më të dhimbshme, bëjnë gara se cili shtet e cila kompani po e bën ndërtesën më të lartë, cili shtet e cila shoqëri po harxhon dhe po përdor parfumet më të shtrenjta, cilët po i blejnë makinat më të shtrenjta, cilët po i kalojnë pushimet në vendet më luksoze dhe më të shtrenjta, pra, sikur edhe Amerika, sikur edhe shumë shtete të cilat janë pjesë përbërëse e qytetërimit perëndimor, edhe disa nga vendet dhe shoqëritë muslimane janë lëshuar në një jetë të cilën e denon, fillimisht nuk e pëlqen, e kritikon dhe e denon Allahu i Madhreshëm. Të gjendur në një situatë të këtillë, qytetarët e Amerikës, të ngopur, thuajse me çdo gjë, qoftë edhe me shfrenime epshore, me makina të shtrenjta, me paga të larta, me jetë luksoze, kanë mri deri në pikën sa të mos pranojnë të prodhojnë gjërat të cilat ju nevojiten në jetën e tyre. Njëjtë kështu edhe vendet e pasura arabe me naftë. Nuk krijojnë fabrika, edhe nëse e kanë ndonjë fabrikë, venalia aty nuk i përvjel krahët që të punoj, por sjell fuqi punëtore të lirë nga vendet e tjera të Azisë dhe Afrikës, ndërsa ai ta ndjej veten se është bosi i cili nuk dohet t'i përlyej duart dhe të kyçet në prodhimin e çfarëdo gjëje që do t'i nevojitej. Kjo jetë luksoze tani ka filluar t'i hakmerret kësaj mendësie, këtij civilizimi i cili e ka shtrije ndikimin e vet edhe në vendet më të thella të botës islame. Në këtë gjendje të rënë, në këtë gjendje natyrisht disa nga vendet aziatike ka vite të cilat e kanë shfrytzuar këtë boshlluk, këtë mangësi, mos ta quaj këtë çmenduri, dhe i kanë përvjelur krahët dhe duart e tyre dhe kanë filluar të prodhojnë çdo gjë që i nevojitet njeriut. 5 tigrat, Japonia, Kina, Tajvani, Malezia dhe Korea e Jugut sot prodhojnë më shumë se e gjithë bota e tërë. Këto shtete, e sidomos Kina, sot ka arrit të zaptoj dhe pushtoj botën edhe në ato vende ku nuk ka qenë e imagjinueshme se mund të dështoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qytetënimi perëndimor. Ligji i Zotit, sunnetullah, ligjshmëria e Allahut e vënë në natyrë, derisa nuk respektohet ose anashkalohet në këto përmasa
të cilat e ka anashkaluar bota e tërë, s'do men se pason dënimi i Allahut në përmes konkurencës, luftës dhe armiqësive që lind mugullon zhvillohet dhe e vazhdon punën midis shoqërive. Kështu, nëse analizojmë mirë dhe e shiqojmë situatën se si u bë Kina të arrijë deri në këto pozita, përveç këtyre dy momenteve të cilat i përmenda në fillim dhe këtë rastin me terminologji fetare islame, dua ta shtoj edhe një arsye tjetër. Përse Kina, apo si arriti Kina të vije në këtë nivel, sa ta kenë fuqin t'ja vëj lakun në fyt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj personalisht se ajo që e ka bërë Kinën superfuqi tregtare është pikërisht SBA-ja. Përveç dy seneve të cilat i përmenda, është edhe një moment tjetër në historinë e geopolitikës dhe geostrategjisë. Cila është ajo? Qysh në kohën kur Nixoni shkon në Kinë dhe bisedon me Mao Zedongun dhe bën një marrëveshje për ta mundur zhvillimin edhe më të tjeshëm të Bashkimit Sovjetik, do me thonë, kur e bën marrëveshjen për blerjen edhe të teknikës së bardhë, frigorifera e këto gjana që përdoren në kuzhinë, që nga ajo kohë, që nga vitet e 70-ta, Kina e shfrytëzon rastin shumë mirë dhe me hapa gjigant arrin këto ku ka arritur. Ku ka arritur? Ka arritur që produktet e veta t'i fus në çdo shtëpi, ku do qoftë, në cilin do cep të botës. Mao Zedong dikur ka thënë se revolucioni jon do të konsiderohet i suksesshëm atë ditë kur mësojmë se nuk ka fshat në botë në të cilin nuk gjendet një produkt i joni. Sot, jo fshat, jo mahal, por nuk ka shtëpi në botë në të cilin nuk gjenden më shumë se një produkt amerikan. Kinez, më falni. Këtë punë të cilin do të duhej të bënte Amerika, bota perëndimore, kjo pjesë e botës pra, duke u lëshuar pas lukseve dhe duke u koncentruar në produkte të cilat prodhohen më lehtë dhe sjellin përfitime të shpejta dhe më shumë, kanë harruar, nuk ju ka shku ndërmend se pikërisht kjo politik e Nixonit, kjo doktrina e Nixonit do t'i kthehet bumerang qytetërimit perëndimor dhe Amerikën do t'a vënë në pozicion ku lirisht mund të përshkruhet si të jesh apo të mos jesh. Prandaj që në fillim të temës thash se Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot janë në një tunel të errët, ku nuk shihet kurfa drita në fund të tunelit, që po nuk arriti të i kaloj këtë labirinth dhe të shpërthej këtë labirinth, të fitoj këtë luft tepër të ashpër, armiqësore me Kinën, do të bie nga drasat e historisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pushojnë së qenuri shteti dhe superfuqia e botës. Rënja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të thotë një, si që kam përmendur disa herë, rënje e sistemit global të kaluar, e rendi shoqëror, dhe çka shumë më e rënd, më tragjike dhe më e kopshme, rënje e qytetërimit perëndimor, që lindet në Evropë dhe ndihmohet edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe arrin të jetë supremacia më e madhe dhe e vetmja e botës. Kështu, nëse e shikon situatën dhe i krahason gjërat, mësojmë se sot SBA ka rënë në atë nivel sa vetëm nga Kina
në vitin 2024 ka ble 438 miliard dolar, ndërsa Kines ka arrit të shes vetëm 125 miliard dolar, pra me një deficit mbi 300 miliard dolar. Njëjtë kështu paraforësisht e ka edhe me Kanadan dhe me Meksikon, ku shikuar në tërsi, importet që i bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë diku afër 3.5 trilion dolar, krahasuar me eksportet që i bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, hiç fuqinë e saj ushtarake, që fuqia ushtarake jo gjithmonë e përcakton fuqinë dhe jetëgjatësinë e një shteti apo perandorie, pra hiç fuqinë ushtarake, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot janë nën sqetull dhe nën hijen e fuqisë ekonomike të Kinës. Që nga vitet e 70-ta, kur Nixon pra viziton Kinën dhe e bën marrëveshjen për ta mundur Bashkimin Sovjetik, që nga ajo kohë, bazuar në këtë doktrinën e Nixonit, Kina fillon hapat e sigurt, gjigant dhe sot të pandalshëm të sundimit të botës, së paku në rrafshin ekonomik. Çka blen shëbaja prej Kinës? Çka blen? Ose ato që i blen, a ka mund t'i prodhoj brenda Amerikës? Fillimisht them, po, natyrisht se ka mund. Natyrisht se kanë mund të prodhohen produktet të cilat i prodhon Kina dhe me të cilat ka arrit në triliona e triliona dollar përfitime vjetore, kanë mund të prodhohen edhe në Evropën dikur të fuqishme ekonomike dhe prosperuse. Mirë po, si kur Evropa dikur, Evropa e kohës kolonialiste, që i kanë ndrydh e shtrydh e kolonizuar e eksploatuar vendet e tjera në përbot, ndërsa vetë nga brenda është pasuruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta jo në këtë sens, por kanë menduar në një kohë se koncentrimi në prodhimin e vetëm produkteve të shtrejta, apo që sjellin përfitime të mëdha dhe të shpejta me sa më pak harxhime në fuqinë punëtore dhe në çështje të cilat ndërlidhen me prodhimin, do t'ja arrijnë, por shihet se kanë gabuar. Kina, imagjinoni, e kam një farë liste këto, Kina i shet Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2024 438 miliard dolar. 124 miliard makina elektrike dhe elektronike, si dhe pjesë të televizioneve, 82 miliard dolar pjesë të reaktorëve nuklear, 30 miliard dolar lojra të fëmijëve dhe ekuipmente sportive. Imagjino, këto nuk i ka prodhuar Amerika, sepse i ka zonë kur gjo hiq, 30 miliard dolar ja jep Kinës në këto, 19 miliard dolar blen plastik, gjëra të plastikës çka do koft ato, 18 miliard mobilje e bazhora, drita dhe gjëra prefabrike të tjera, shtëpiake, 16 miliard automjete, 12 miliard qelik dhe hekur, 12 miliard materiale optike, 10 miliard tekstil, 9 miliard këpuc, imagjinoni, 9 miliard dolar Kina, Amerika blen prej Kinës veç këpuc dhe 106 miliard dolar gjëra të tjera. Kur e këshyr këtë pjesën tjetër, 125 miliard dolar, sa i shet, apo çka i shet Amerika Kinës,
kryesisht janë senet të shtrejta. Për shembull, pjesë të aeroplanave, çështje që lidhen me optikën, pastaj makina të shtrejta luksoze, ilaçe, pastaj elemente kimike, pastaj miell, grun dhe pemë e perime, si dhe disa makina ose disa gjëra të cilat ndërlidhen me makinat. Si rezultat i gjithë kësaj, unë këto kam përgatitur edhe një 3 harta, dua ti ekspozoj para juve këto për të parë realitetin e sakt të Kinës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shiqoni në këtë hartë këto. Në anën e majt e keni vitin 2000, ndërsa në anën e djathtë e keni vitin 2024. Ngjyra e kaltërt e vitit 2000 tregon se në cilat vende apo me cilat vende Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë tregti, pjesën më të madhe të botës. Gjithnjë tek vitit 2000 këto, e sheni me të kuqe Kinën aty, vetëm me 13 vende ka pas raporte ekonomike Kina në vitin 2024. Shikoni këtë pjesën tjetër, vitit 2024, 24 vjet më pas. Ngjyra e kuqe është ngjyra në të cilat Kina shet produktet e saj, ndërsa ngjyra e kaltërt në këtë datë 2024 është ngjyra që tregon se Amerika mezi arrin të shes produktet e veta. Është edhe kjo harta tjetër ta zëm, nëse më lejoni. Ja kjo harta e vitit 2020. Shiqoni me të kaltërt. Në të gjitha këto vende, në sasina të ndryshme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shit mallra. Bile, një pjesë e madhe e këtyre shteteve kanë qenë në varësinë totale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nisur këndej nga Australia, pastaj Indonezia, Malezia, vendet përfuni Kinës aty, pastaj Rusia, andej India, Pakistani, Nepali, pastaj Arabia Saudite, Turqia, e gjithë Evropa, pastaj pjesa më e madhe e Afrikës. Kina thjesht vetëm në 14 vende, dikon shkruan 12, 13, 14, më së shumti 15, në këtë vit ka arrit të shes produktet e saj. Dhe harta e fundit, për të qenë edhe ma interesant dhe për të kuptuar edhe më shumë se me çfarë rreziku është duke u ballafaquar Amerika, shiqoni këtë hartë. Afrika nën influencën dhe në dorën e Kinës. Rusia atje, Mongolia, Kazakistani, Turkmenistani, Tajikistani, India, Nepali, Indonezia ka poshtë, Malezia, pastaj gjysa e Evropës atje, e shini Polonia, Çekia, Slovakia, pastaj tër Ballkani, Romania, Ukraina, pastaj atje Grenlanda, dilkëndej Amerika Latine, shiqoni, 90% e Amerikës Latine është në ndikimin ekonomik të Kinës. Edhe nëse Kina nuk është e vetmja që shet këto, krahasuar me Amerikën, kjo harta tani krejt e kuqe e vitit 2024 tregon fuqinë ekonomike të Kinës dhe tregon gjithashtu se me çfarë konkurrenti armiku serios është duke u ballafaquar dhe tani. Gjithë që ka ende gjana cilat janë interesante me i përmend, më lejoni ti përmendi edhe një 2-3 gjana me rëndësi për ta qartësuar edhe më shumë e temën. Kina
Si anisi Trump punën e tarifave, javnoi në fund 145%, hapin e parë të cilën e bëri Kina e rrëzoi nivelin, e lëshoi nivelin, vlerën e juanit, monedhës vet. Që kompenzimet të cilat, ose humbjet të cilat, do t'i pason në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina më njëherë do t'i kompenzoj me vendet e tjera. Zbritja e valutës, e vlerës së valutës, ka bërë që në Kinë, në 2 muajt e fundit të shkojnë më së shumti në historinë e saj, krahasuar me cilët do 2 muaj në 35 vjetët e fundit. E ka përdor këtë metodë Kina. Dytën, që ka bëri Kina? Duke e ditë se do të ballafaqohet me një embargo nëpërmes tarifave, fabrikat e veta të cilat i ka në Indi e shtoi prodhimin për 450% dhe e mbushi tregun e botës me kontrata paraprake të shitjes, fillimisht me celular iPhone, të cilat Kina, Amerika i kishte dërguar për të prodhuar në Kinë apo në cilin do vend në të cilin Kina i ka fabrikat e veta. 600 tonelata mobiles ka prodhuar Kina në 2 vjetët e fundit, që i bie se do të jetë ndonjë fuqi shumë e madhe, ndonjë strategji shumë e madhe, bashkëpunuese midis Amerikës dhe vendeve të tjera perëndimore për ta mundur kësaj radhe Kinën. Andaj, ata të cilët po i lexoj ka njerë dhe po i dëgjoj, Trumpi nuk po merr vesh, Trumpi afarist, Trumpi do me shkatru Amerikën. Jo, Trumpi e kupton mirë ekonominë, është afarist i njohur, është miliarder i njohur, pa i ditë këto gjana, ai nuk do të kishte mund të arrinte që të bëhej kaq i madh në gojen e luanit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku konkurenca është e egër. Por, Trump po mundohet herher me friksime, herher me metodat pazarlëqeve, çmimin matnal, pastaj duke zbrit, pastaj nëse zban me heken, ati nuk për interesan fare imazhi, nëse thët dikush i kanë ndru lafët, ai është duke punuar për të shpëtuar Amerikën nga rënja totale e drasave të historisë. Çështja tjetër, puna e Iranit, ndërlidhet shumë me Kinën. Kina, për të prodhuar shumë, si që është duke prodhuar, ka nevojë për sasira të mahniqme të energjisë. Irani, sidomos Irani dhe vendet e tjera të gjirit persik janë zona interesi jete dhe jetike për Kinën. Andaj Kina nuk do të lejoj kur, së pako me këtë fuqi që e ka tani, që të bëhen ndryshime radikale në konstelacionet ekonomike dhe të transportit, sidomos me ato që ndërlidhen me Iranin dhe me vendet e gjirit persik, sepse këto vende ja sigurojnë jetën. Kina ka ble përpara edhe ka ble qëmër shumë prej Australisë. Këtë arriti Trump që ti ja ndaloj, duke ju premtuar prodhuesve të qymyrit në Australi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta blejnë tërsasin, mos me i shit Kinës. Po çka me bo Amerika me atë sasi qymyrit? Amerika në fakt është lëshu në korporata eksploatuese si Tazam, Arm, ose me korporatat e barnave dhe të ngjashme, është lëshuar në një jetë luksoze që e ka shumë të vështirë Trump tani t'i bin qytetarët e vetë e Amerikës që të fillojnë prodhimin edhe nga majet e gjilpërave, edhe nga këpucët, çorapet, veshmbathje, gjëna të thjeshta,
të cilat perëndimi i kalon masdore, duke llogaritë se s'ka fitim aty shumë, se dohet pagesa, dohet shpenzime për punëtorët, për sigurimin e punëtorëve. Por, si që thash pak më parë, Azia, 5 tigrat, e ndërta Kina e ka shfrytzuar këtë mendësi shumë mirë dhe ja ka rritur ku ka arritur. Pra, Irani, që është aleat shumë i ngushtë edhe i Rusisë, do të jetë në mburojen e Kinës, përsa Irani është një burim i fuqishëm dhe jetik për energji që i dohet Kinës. Është një tezë, të cilën unë e kam lexuar pasi e kam menduar vetë. E kam lexuar kohë më pas, se këto të cilat po ndodhin në Yemen, në detin e Kuq, në Gaza, dhe këto probleme të mëdha, të cilat janë akomoduar kohë më parë, po herë kanë mugulluar dhe eksploduar, me gjithë milionat e muslimanve të vrarë, kohëve të fundit kanë shpërthyer në përmasa të frikshme, sa të përmendet edhe lufta e tretë botërore me inicimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për t'i prishur rrugët detare dhe konstelacionet ekonomike të cilat Kina i ka vendosur, fillimisht me vendet e lindjes së mesme, pastaj edhe me Afrikën, pastaj edhe me Amerikën jugore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke përdorur të gjitha mënyrat e mundshme për të parandaluar eksplodimin edhe më të madh ekonomik të Kinës. Me 9 maj, Rusia e kremton ditën e pavarësisë, me 9 maj, Evropa e kremton ditën e bashkimit fillimisht doganave, pastaj të këtij entiteti që quhet BE, dhe Rusia për t'ju përgjigjur tërthorazi, pra në këtë betejë midis Kinës dhe Amerikës, për t'ju përgjigjur Amerikës, i kaftuar liderët kryesor të botës, mbas edhe Xi Jinpingun, mbas edhe mondin e Indijës dhe liderët e shteteve më të forta që ju kanë përgjigjur pozitivisht se do të marrin pjesë në evenementin që do të bëhet me 9 maj në Moskë për nder të ditës së pavarësisë Rusisë. Në këto konstelacione dhe në këto pika kaq të ndërlikuara, mendimi im personal është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës si të vetme do ta kenë shumë vështirë fitoren eventuale mbi gigantin ekonomik të botës, mbi Kinën, e cila si fund, për dallim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ekonomin, prodhimin, korporatat i ka vënë nën kontrollin e vet shtetnor. Nuk i ka lënë këto që të jenë vetëm në duart e lira të njerëzve të pasur, të oligarkëve, të cilët nuk shohin asgjë për te interesave të tyre. I ka mbajt nën kontroll të gjitha këto për të qenë fuqi shoqnore dhe shtetërore dhe për të sfiduar botën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sistemin liberal, ku oligarkëve i është lënë në dorë jo vetëm prodhimi, por edhe fati i njerëzve, tani po ballafaqohet me gabimet e saja që i ka bërë përgjatë rrugtimit historik të vet, e sidomos që nga pas lufta e dytë botërore. Deri në një video të radhës, mirëmbëjtje.